Selamu alaikum wa rahmatullah. Sot jena me Enis Hoxhën. Hoxh, I kom përgatit do pyetje për ty rrej Koranit dhe deshta që të na i sqarosh. Inshallah, me lejen e Zotit. Pyetja e parë është si ta çosemi Koranit. Po. Atëherë, Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona I takojnë Allahut mëndueshëm, salavatet bekime për herë Muhamedit alayhis salam. Allah I mëndueshëm na bëft edhe neve dhe juve për atyre që gjithmonë për herë jetojmë në një e këtij libri madhështor. Mo duam me bë vetëm një hyrje si përket Kuranit që e bëjnë në vazhdimsi kur më jepet mundësia të flas rreth këtij libri madhështor. Së pari vëllezër edhe motra, ata që na ndjekun, domethënë Kurani është libër I cili si më thon, e ka në bazament ose për qëllimeve më madhështore, më madhore të tij, më të pazëvendësueshme është gjithmonë ajo përpjekja edhe angazhimi I Kuranit që domethënë në vazhdimsi mund t'i qëndroj pranë, mund t'i qëndroj pranë dhe të jetë afër njeriu në secilin problem edhe tek secila sfidë. Tjetra që me domos duhet me përmend se I përket Kuranit edhe vlerës së tij është ajo që kur shkoi pejgamberi alayhis salam në Mekë, e gjeti një gjendje kështu katrahur, gjeti shumë probleme, gjeti shumë padrejti, gjeti shumë asimetri, gjeti shumë amulli, domethënë kundërthënie, kacafytje, vllavrasje në Mekë. Gjëja e parë që e bëri ose gjën e parë që pejgamberi alayhis salam u përpoq ta instaloi tek shokët e tij, është si më thonë rëndësia e madhe që ka bashkëshoqërimi I Kuranit, domethënë në përditshmërinë edhe në tërësi në jetën tonë deri në fund. Kjo është pak a shumë si më thon ajo hyrja e domosdoshme që duhet m'ia bë librit të Allahut mëndueshëm. Andaj vlera jon, angazhimi jon, puna jon, krenaria jon, ngallënimi jon, fitoria jon, edhe lokalisht si popull, si kamp, edhe përmirësimi ynë si shoqëri, edhe si popullsi, po edhe nga ajo ana globale si umet, në veçantë në Palestinë, padyshim ndërlidhet edhe varet kryet plot me atë se sa jemi korrekt në karshi librit të Zotit. Si ti qasemi librit të Zotit, unë duket edhe një herë kam folur për këtë temë ose për këtë çështje ose rreth kësaj çështjeje, po kështu gjithmonë përmbledhet. Unë ndohem se të zgjerohem ca më shumë. Karshi Kuranit ose mënyra se si duhet të qasemi në Kuranit, mendoj duhet nëpërmjet 3 rrugëve. Nëpërmjet 3 mënyrave, ne si musliman, ne si thirrës duhet të qasemi librit të Allahut mëndueshëm. E para është që libri I Zotit mëndueshëm burem edhe gjithë ata që na ndjekun padyshim është të qasemi Kuranit dhe të përpiqemi domosdoshmë ta krijojmë një lloj raporti nëpërmjet meditimit, zbatimit, jetësimit edhe mishërimit. Këto si më thon duhet me qenë ato qëllimet edhe ato dëshirat tona sa I përket si më thon sa më shumë nxjerrjes prej thesareve edhe prej vlerave që I posedon ky libër. Andaj Allahu I mëndueshëm në Kur'an fjalën meditim e përmend 6 herë. Fjalën meditim Allahu I mëndueshëm e përmend 6 herë. Pra na nxit që ta meditojmë Kur'anin nëse nuk gaboj dikon 6 herë brenda sureve të Kur'anit. Është e çuditshme një pjesë e madhe e këtyre nxitjeve ose le të themi domethënë kësaj mënyre nëpërmjet të cilës Allahu I mëndueshëm I qaset robërve të tij dikon 4 herë. Nëse nuk gaboj Allahu I mëndueshëm flet drejt për drejt me ju besimtarët. Domethënë brenda 6 herëve 4 herë Allahu I mëndueshëm s'është ju qaset ju besimtarëve. Pse subhanallahu? Domethënë e kam dëgjuar një mësues të Kuranit I cili na ka mësuar neve aty në Jordani, I cili vazhdimsi domethënë edhe vazhdimisht na thon të neve subhanallahu dhe nxënësit e mi do 4 herë Allahu I mëndueshëm ju drejtohet ju besimtarëve I nxit ata që ta meditojnë librin e Zotit. Se po e medituan, po u thelluan, edhe po ballafaquan me të vërtetat e tij, me do e mos ata edhe do ta pranojnë Islamin, edhe do të nështrojnë. Po si është puna me ne muslimanëve? Andaj Allahu I mëndueshëm sura Muhammed ju thot besimtarëve: E fela yatadabbaruna al-Quran? A nuk po e meditoni? A nuk po thelloheni në thesaret edhe kuptimet e Kuranit? Është një lloj kështu çortimi edhe kritike që na bëhet nga ana e Zotit neve si musliman, veçanti neve si thirrës. Andaj çësia e parë ose gjëja e parë ose elementi I parë ose komponenti I parë që më dojmë as na duhet në këtë thirrje edhe në këtë tentativë tonën sa I përket kuptimit, meditimit
edhe bashkëqërimi ton me librin Allahu mëndueshëm është të qasemi ose le të jetë piknisja rrugtimit ton me librin e Zotit, të jetë meditimi, të jetë zbatimi, të jetë jetësimi dhe mishërimi. Kjo është si më thon ajo qasja por që duhet ta kemi karshi librit Zotit mëndueshëm, edhe fatkeqësisht unë domoni përzgjodha këto tria ose këto tre elemente me shkas. Ndër tjera është për shkak se fatkeqësisht se më thon brenga e vetme dhe angazhimi vetëm i muslimanëve karshi librit Zotit mëndueshëm është vetëm ajo pjesa e hatmeve, ajo pjesa e bereqetit, ajo pjesa e garimit se kush po këndon më mirë, se kush po e zbukuron zërin më tepër, e jo nga ajo ana e meditimit, jo nga ajo ana e përpjekjes së përbashkët, që sa më shumë domethënë të nxjerrim perla thesare, do të rrima, meditime, reflektime këtij libri, domethënë nga ky libër i cili subhanallahu është kushtetut dhe është moral, është libër hynor nëpërmjet të cilit Allahu i mëndueshëm na flet drejt për së drejtë. Unë po duam të përmbyll këtë pikë vetëm me një fjalë të Ibn Qayyimit rahimullah, i cili thotë Allahu i mëndueshëm në Kur'an ty të flet drejt për së drejtë. Nëse don domon ta lexosh le themi atë kushtetut ose ato nene ose ato porosi të Allahut, pra domon cilat Zoti i mëndueshëm i ka zbritur, i ka folur, edhe ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam si ndërmjetës për të na i përcjellur neve. Kështu më radh thotë lexoj Kur'anin. Nëse don të flasësh me Zotin, nëse don të komunikosh me Allahun e mëndueshëm, qasju edhe përkushtoju meditimit edhe librit Allahut mëndueshëm. Kjo si më thon ajo pika e parë që na duhet me do e mos sa i përket meditimit edhe qasjes son që duhet ta kemi domon karshi këtij libri edhe porosive të tij. Së dyti, me do e mos muslimanët, kur t'i qasin këtij libri duhet me qenë fokusi i tyre tek thelbet dhe konditat universale të tij. Një prej veçorive më të mëdha të Kur'anit që e përmendin dietarët që janë merrur me pjesën e elokuencës, le të themi asoj pjesës ose dallueshmërisë së Kur'anit ndaj librave të tij vëllezër, është që Kur'ani mëndueshëm është shumë konciz. Si i bie ke konciz? Një pikë këndvështrimeve që mundemi me përmend këtu është ai pjesa që Kur'ani i mëndueshëm kurrëherë nuk përmend hollësira dhe gjërat pa nevojshme. Pra, gjithmonë është si më thon libër universal, libër i cili i prek themelët, i prek thelbën e temës, edhe realisht jeton me realitetin dhe me domon aktualitetin e njerëzve dhe me problemet e tyre, ndërsa sa i përket aktualitetit besoj ma vonë gjithmonë përmbledhazi do t'i qasemi edhe atij. Pra, gjithmonë fokusi duhet me qenë tek thelbet edhe tek konditat universale të Kur'anit. Kjo si më thon ajo pika e dytë. Jo, domethënë më merr shumë me gjëra terciale ose me gjërat që janë si më kontradiktore, s'ka pajtim plot, domethënë pajtim plot mesin e muslimanëve, por sa kaq qëllimi ynë edhe si më thon qasja jon, karshi librit Allahut, duhet me qenë on tek ajo pjesa e fokusit tek thelbet edhe konditat universale të cilat i ngërthen ai si libër. E treta që prap unë i kam përgjithur këtu pikërisht për shkak se të trija subhanallahu mungojnë tek muslimanë, veçanti tek thirrësit, tek ata të cilët e njohin gjuhën arabe ose tek ata të cilët e kanë pranuar dhe e kanë marrur si përgjegjësi edhe si emanet për cilin edhe komentimin dhe përpjekjen e vazhdueshme që nxjerrin sa më shumë perla dhe thesare nga ky libër, i cili është universal, është jashtëkohor, është tejkohor. E treta, duhet me pas shikim të tërësishëm të domethënieve. Kur'ani i mëdhnueshëm e përplotson veten e tij. Një prej veçorive më të mëdha të librit Allahut mëdhnueshëm është që ai është i ndërthurur. Nuk ka domethënë kundërthënie, nuk ka kundërshti në mesin e ajeteve, në mesin e temave, por sa kaq nëse Allahu i mëdhnueshëm një temë të caktuar e ka sjellur kështu në mënyrë të përmbledhur në një sure të caktuar, vjen një sure tjetër për shkak të një qëllimi dhe urtësie të madhe, e sqaron edhe e detajizon në mënyrë që ta përplotson, në mënyrë që ta përmbush edhe në mënyrë që ta përmbledh don qëllimin edhe synimin që e ka si më thon sjellja e asoj teme ose përmendja e atij konteksti ose e asoj historie. Këto janë tri si më thon qasje të patjetërsueshme, të pazëvendësueshme që duhet i kemi karshi librit Allahut mëndueshëm, edhe si më thon le të themi atyre rregulla, postulateve dhe këshillave të tij. Një qasje tjetër që duhet ta kemi dhe me këtë po e përmbylli këtë pjesën e qasjeve, si pyetje edhe si përgjigje, është që Kur'anin duhet ose domon qasja jonë dhe përpjekja jonë, angazhimi ynë duhet jetë që Kur'anin ta nxjerrim domon jashtë xhamive. Andaj Imam Gazali e ka një shprehje të bukur tek libri i tij
Ai thot burim betejë e muslimanëve, betejë jonë si musliman nuk duhet të jetë brenda xhamisë. Fatkeqësisht ne si musliman e kemi një lloj kështu fatkeqësisht për shkak mos leximit ose për shkak mos koherencës ose mungesës së inherencës sonë, tash problemeve dhe halleve dhe problemeve edhe ballafaqimeve që i kemi, betejë jonë von ka marr le të themi kohë të gabuar. Edhe e ka devijuar edhe rrugën, edhe qëllimin e vërtet, për cilin Allahu i Madhnueshëm e ka zbritur këtë Kur'an dhe me cilin neve na ka porositur që tua mësojmë, e tua përçojmë, e tua transmetojmë të tjerëve. Andaj Imam Gazali duke e parë këtë katrahur, këtë lloj le të themi llahtarie në mesin e muslimanëve, thotë betejë jonë si musliman duhet të jetë jashtë xhamisë. Po ne duhet përpiqemi me madhështinë e këtij libri, me mësimet edhe porositë që ngërthen, t'i afrojmë të tjerët për kafeja e Zotit Madhnueshëm. Me një fjalë le të përpiqemi nëpërmjet këtij libri madhështor, le të përpiqemi domethënë të bëhemi shembull edhe shembuj gjallë nëpërmjet këtij libri ose kopje të gjalla të këtij libri, domethënë për të tjerët. Thënë ndryshe, me u mundu me qenë rroba jonë Kur'ani, kur të tjerët na shohin vazhdimsi, domethënë frymëzohen në vazhdimsi ajo sjellje, edhe ajo jetë, edhe le të themi ajo përditshmëri, ajo mënyrë e jetesës padyshim i ban muslimanët edhe të tjerë që të afrohen sa më shumë kafeja e Zotit dhe mbi gjitha sadopak kjo rroba ynë që ne kemi veshur për Kur'anin, teksa e zbatojmë, teksa e mëshirojmë, teksa përpiqemi ti zbatojmë mësimet e tij, minimalisht arrim tek të tjerë dhe ta instalojmë tek ata një lloj perceptimi tjetër që realisht është i vërtet karshi Kur'anit edhe muslimanëve. Kjo është si më thon ajo pika e parë rreth qasjes son, rreth betejës son që duhet ta kemi sa i përket Kur'anit edhe mësimeve edhe porosive të tij. Po të ketë ndonjë sqarim ose ndonjë komentim? E bojmë. Nuk e dia ke qartë domthon këtu përgjithsisht janë 3 qasje domthon që duhet i kemi karshi librit të Allahut Madhnueshëm, të cilat fatkeqësisht mungojnë tek ne si musliman, veçanti edhe tek ne si thirrës ose si hoxhallar ose si përpjekës, domthon për ta komentuar e për ta sqaruar e për ta zbërthyer librin e Allahut Madhnueshëm. Kjo është si më thon pak a shumë ajo. Mashallah, Zoti shpërblift. Gjithë inshallah. Pyetja e dytë, veçoritë e Kuranit. Veçoritë e Kuranit, edhe kjo është si më thon prej mrekullive të këtij libri. Pra, le të themi prej mrekullive më të mëdha të Kuranit është që ky libër asnjëherë nuk devalvon. Asnjëherë. Asnjëherë, domethënë ky libër nuk devalvon, asnjëherë nuk zhvlerësohet, asnjëherë për shkak si më thon të koherencës edhe asoj pjesës së univerzalitetit të tij, cilin si më thon e ka pjesë të pandashme që nga zbritja e deri në Kiamet. Padyshim veçoritë e Kur'anit ose finalitetet e Kur'anit ose boshtet e Kur'anit ka shumë. Zoti nëse e studiojmë Kur'anin padyshim do jenë më shumë se ato që ato domthon arrita ti shkruaj edhe ti nxirr, po një prej veçorive edhe finaliteteve padyshim më të mëdha të Kur'anit është udhëzimi i njerëzve. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam një prej qëllimeve për të cilën domthon Allahu i Madhnueshëm e ka zbritur, e ka dërguar, e ka krijuar, ja ka dhënë Kur'anin, ja ka dhënë mesazhin hynor, ja ka deleguar domethënë revelatën, padyshim është udhëzimi i njerëzve. Domethënë përkundrall neve si musliman. Fatkeqësisht ne si musliman burim fatkeqësisht nuk e kemi breng reale në njërin anë, dhe në anën tjetër nuk e kemi breng në vëllimin edhe në masën le të themi të kërkuar sa i përket udhëzimit të tjerëve. Një prej gjërave që më shumë e ka brengosur edhe e ka brejtur pejgamberin alayhis salam domthon për brenda, e nga brenda ka qenë udhëzimi i njerëzve. Andaj subhanallahu Allahu i Madhnueshëm dy ajete i qaset dhe i thot kështu pejgamberit alayhis salam: "La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Subhanallahu. Thot o i dërguari i Allahut, ti për shkak të stresit, mërzisë që e ke, brenges, pikëllimit që e ke, për shkak se të tjerët nuk po udhëzohen, nuk po afrohen, nuk po e pranojnë Islamin, la'allaka bakhi'un nafsaka. Ti duke e mbytur veten dalë nga dalë. Për shkak të stresit që e ke, për shkak të brenges që e ke, për shkak të pikëllimit që e ke, a kupton? Për shkak domethënë të mërzisë që të përshkon vazhdimsi për shkak se të tjerët nuk janë duke e kuptuar ndoshta nganjëherë sa duhet e siç duhet. Në anën tjetër nganjëherë disa e kuptojnë plotësisht edhe përmbajtësisht, por për shkak të arrogancës
edhe interesave, edhe nuk arrin të pranojnë Islamin, edhe në anën tjetër pranimi i Islamit nga ana e tyre do t'i determinante disa gjëra, ndërto është edhe e pjesa që në privilegjet që i zotronin edhe i kishin marrë edhe i kishin përvetësuar padrejtisht ato shkullet që nga duart edhe pronësia e tyre. Kjo është e para, andaj udhëzimi i njerëzve. Nëpërmjet kësaj veçorie dhe këtij boshti, këtij finaliteti, padyshim e marrim këtë që nëse duam t'i përngjasojmë pejgamberit alayhis salam realisht, duhet të jetojmë me brengën edhe me synimin e tij e ndërtira pisyniveve më madhore, me finalet, cilën e ka pasur busull edhe ëndër jetësore i dërguari Allahut alayhis salam ka qenë udhëzimi i njerëzve. Kjo është e para. E dyta mundi me përmend edhe këtë që një prej qëllimeve të Kur'anit, nëse ja studiojmë strukturën, nëse i ndërlidhim surrat, nëse i shikojmë tematikat të cilat i paraqet, të cilat i shpërfaq e të cilat i shtjellon Kur'ani, padyshim Kur'ani synon krijimin edhe edukimin e një personaliteti kuranor. Shembull konkret e kemi pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, nëse studiojmë Kur'anin dhe nëse përpiqemi ta zbatojmë, bëhemi kopje si thamë në fillim, ti libri madhështor, padyshim ai i cili e merr në plotni edhe në tërësi librin e Allahut mëndueshëm bëhet padyshim kopje e Kur'anit. Jeton tamam një jetë ndryshe, nga të tjerët, ose e jeton edhe e zbaton një jetë edhe le të themi brenda tij, edhe prej tij padyshim ka mëtime, ka dëshira, ka qëllime të larta fisnike. Andaj subhanallahu e gjejmë këtë një njeri tjetër që është pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam pas zbritjes së Kur'anit. Kur i ka zbritur Kur'ani, burim ata që na dëgjojnë, subhanallahu, libri Allahut mëndueshëm e ka ndryshuar, domthonë e ka transformuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka bërë domthonë një njeri i cili ka pas mëtime, le të themi dëshira, qëllime edhe synime fisnike të larta. S'ka menduar domethënë më për gjëra të vogla. Ky dallimi, para se të bëhej pejgamberi sa ishte bari, i ruan të delet, po edhe nganjëherë lëste me ata shokët e lagjës, me hallës, po dallim domethënë pas zbritjes së Kur'anit, ishte një njeri tjetër, kishte mëtime të tjera, kishte hallë, brenga edhe domethënë synime të tjera. Edhe si më thënë nganjëherë shokët e tij, cilët e shoqëronin në vazhdimsi, e shenin që për ditë më tepër pejgamberi domethënë le themi domethënë i mbushej koka me thinja. Dhe e pyesnin domethënë nga çudia, nga mërzia, nga brenga. Ç'ne me ty Rasulullah domethënë që e thinën ka shumë ato. Pejgamberi sa përgjigjej kështu. Shaybat ni Hud wa akhawatu. Domethënë me ka thinjur surja Hud edhe motrat e saj. Po çka ka tek këtë surja, domethënë tek këtë sure? Le themi Hud edhe motrat e saj që surja Waqia edhe surat e ngjashme. Ato ka si më thon orientime, ka këshilla, ka obligime. A kupton? E domethënë kishte barr familjen e tij, kishte barr fisin e tij, kishte barr shoqërinë e tij, kishte barr popullin e tij, kishte shumë domethënë peripecia dhe lëngata rrugës, andaj shejbet një Hud. Fund surës Hud Allahu i manushin thotë fastakim kema umir. Qëndro urdhër domethënë. Në vazhdimsi Allahu i manushin ja përkujtonte atë domethënë premtimin edhe beslinë të cilën e kishte nënshkruar. Mos shope, mos dezerto, mos tradhto, mos u korrupto, mos u kompromito rrugës. Qëndro domethënë stoik, fastakim kema umir tu men tabe ma'ak wala tadghaw. Këtë këshilla e fundit wala tadghaw. Sa na duhet neve kjo xhallar si thirrza, mos u bë asnjë arrogant. Allah i mandushën drejt për së drejtë, definitivisht po i thot pejgamberit sallam, wala tatghaw, mos u bë domethënë asnjë arrogant, mos u bë asnjë njeri domethënë kështu që shet edhe sillesh karshi tjerëve me fodollok e me mendimallsi ose asnjëherë për asnjë çmim mos i nën çmot të tjerët, mos i për çmot të tjerët, mos i fyej të tjerët, mos i ul të tjerët, mos i turpër të tjerët, wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Në vazhdimsi Allah i mandushëm e ndërlidh pejgamberin sallam dhe janë ndërlidhur me premtarinë e tij me botën e përtejme. Realisht njeriu kur ka bindje të thellë si përket ahiretit, edhe asaj që një ditë do dal para Allahut mëndueshëm do të përgjigjet, padyshim ai bëhet një lloj domosdoshmë stabil, lloj kështu le themi e cila ja stabilizon veprat edhe punët e tij. Kjo është si më thon ajo gjëja tjetër, le themi ajo pika tjetër. Një gjë tjetër që duhet me e përmend ose pe boshteve, finaliteteve ose qëllimeve ose veçorive të Kur'anit është që në vazhdimsi Kur'ani, e thamë duket kalimthi dhe shkora zikret edhe pak më herët, është që në vazhdimsi libri i Allahut mëndueshëm i qëndron afër robit. Në vazhdimsi. Andaj subhanallahu sa e lexon një sure të Kur'anit, thuajse subhanallahu, sikurse
Ajo sure ka zbritur sot subhanallahu. Dhe shumë prej sureve të Kuranit kur I meditoni sahabët e pejgamberit alayhis salam, edhe ballafaqoheshin domethënë me ato, u kujtohet një fjalë e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu këtu që na lidhet edhe na hyn punë tash, është që domethënë kur thot Omeri radhiyallahu anhu thot von teksa ka qenë duke e medituar një sure të caktuar, thot sikurse po e lexoj këtë sure sada, kupton? Ose kur vdiq pejgamberi alayhis salam, shefet domethënë le themi bashkëshoqërimi I Kur'anit në vazhdimsi, domethënë ndikimi që e lën. Kur vdiq pejgamberi alayhis salam, shumica e sahabëve, domethënë në mënyrë absolute u trodhitën nga vdekja e pejgamberit alayhis salam. U çorientuan, përveç Abu Bekrit. Po pse domethënë pse si më thon puna e Abu Bekrit ose halli I Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu me qenë kaq le themi kaq I vendosur, a kupton, kaq stoik, kaq I pathyrshëm, a kupton, kaq I palekundshëm, pse lidhja e vazhdueshme, lidhja e fuqishme që e kishte me librin e Zotit Manushim për dallim pi sahabëve të tjerë. Andaj kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica e sahabëve u tronditën, u çorientuan dhe si më thon, filluan të lëkundëshin. Ato ndërhyri Abu Bekri. E tha ai I cili e ka adhuruar Muhamedit alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë se vdiq. Ndërsa ai I cili e ka adhuruar Allahun e Manushim, ai është I gjallë, nuk vdes asnjëherë. Edhe I lexoj ato ajete se Sura Al-Imran, ma kana Muhammedun, a kupton, s'ka qenë edhe sot pejgamberi sa vetë se një I dërguar I Zotit. Është domethënë mbi gjitha ajo domethënë çka e dallon edhe për brenda mesazhit hynor është ai është njeri, është krijesë. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu kur I lexoi Abu Bekrit këto ajete tha subhanallahu, domethënë sa I përket atij edhe raportit të tij në ato momente me librin e Zotit tha sikur se këto ajete domethënë po zbriteshin ose kanë zbritur edhe po zbresin tash. As domethënë si van ka ndikim të madh kur I qasësh Kur'anit me meditim edhe me zbatim edhe jetësim, domethënë është domethënë një shije krejt tjetër fare. Prej atij leximi edhe asoj qasjes që synim final e ke vetëm domethënë barimin e tij, leximin e tij fatkeqësisht nga një pjesë marrjen e domethënë të lekëve, të parave e kështu me radhë, që të përfitojnë sa më shumë mbi kurrizin e të tjerëve. Këto janë si më thënë ato tri veçoritë le themi të Kur'anit, cilat nëse e studiojmë në tërësi, nëse e ndërthurim edhe ndërlidhim padyshim I gjejmë të shpërndara, por gjithsesi të përplotësuara në mes tyre brenda librit të Allahut mëndueshëm. Mashallah, Zoti shpërblet. Gjithë inshallah. Pyetjen e tretë, Kurani dhe aktualiteti I ynë. Kurani dhe aktualiteti do pak a shumë ne u përgjigjem rreth kësaj, kur tham që libri I Zotit mëndueshëm në vazhdimsi, domethënë është afër shoqërisë, është afër popullit, është afër njeriut, është afër atij I cili e lexon, e ndjek, domethënë përpiqet ta zbatoj edhe ta jetësoj, sikur se tham edhe pak më herët. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu teksa po e menditon të një sure tha sikur se kjo sure domethënë ka zbritur sot. Edhe tek ai rasti Abu Bekrit. Edhe në vazhdimsi kështu. Një prej qëllimeve pse Kur'ani I madhnishëm, ky libër domethënë I universit, një prej shkaqeve, arsyeve, urtësive pse Allahu I madhnueshëm e ka zbritur në mënyrë të përshkallëzuar. Nuk e ka zbritur domethënë për një herësh, është pikërisht kjo domethënë. Për shkak të nevojës, për shkak të problemeve, për shkak të veseve, për shkak të problemeve që në vazhdimsi domethënë ripërtriheshin ose gjeneroheshin, ose si më thon dilnin edhe probleme të reja të cilët domosdoshmë s'kishin ndodhur asnjëherë më parë ose nuk kishin shembull paraprak. Një prej qëllimeve domosdoshmë Allahu I madhnueshëm e ka zbritur Kur'anin në mënyrë të përshkallëzuar, një prej arsyeve se ka disa tjera të cilat I përmendin dhe I theksojnë dietarët, padyshim është edhe kjo që Kur'ani në vazhdimsi jetonte dhe bashkëjetonte me problemet edhe hallet e atij populli. Andaj një prej kështu pretendimeve ose kërkesave të jo besimtarëve ka shi pejgamberit alayhis salam ka qenë wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadha alquran jumlatan wahida. Një prej kështu prej si më thon kërkesave ose dialogjeve me pejgamberin sa ka qenë edhe kjo Allahu tha wa qala alladhina, dhe tha ata të cilët domon kanë mohuar, kanë bërë kufër, e kanë mohuar Zotin, botën e përtejme e kështu me radhë, ai që quhet domethën blasfemi, pse nuk po zbret? A kupton pak me ironi. Pse nuk po zbret domon ky libër? Është për qëllim Kur'ani një herësh, domon për një herësh. Pse ka nevojë domon Kur'ani të jetë ose të zbret domon periudha, ajete, sepse edhe kjo si më thonë është mrekullinë veti. Domon Kur'ani për gjatë 23 viteve s'ka zbritur domon këtë mënyrë. Kur'ani po është shkruar,
është të renditur gjithmonë me, le themi, urdhërin, edhe mbikëqyrjen e shpallës edhe hynorës, nga Fatihaja deri tek Nasi. Po përgjatë 23 viteve Kur'ani nuk ka zbritur në këtë mënyrë. Edhe kjo si më thonë është mrekulli në veti. Edhe renditja, edhe përpilimi i këtij libri në këtë mënyrë, edhe kjo është si më thonë mrekulli tjetër. Po në anën tjetër Allah i Madhnueshëm i ka zbritur shumë prej sureve, ose le të themi komplet Kur'anit, domethënë Kur'ani plotni që nga filli e deri në fund gjithmonë ka qenë koherent, gjithmonë ka qenë mbështetje edhe pranë njerëzve edhe halleve të tyre. Andaj shumë prej sureve të Kur'anit ka zbritur mund ato momente ku njerëzit kanë pasur nevojë për dritë, kanë pasur nevojë domethënë për t'i dhënë kohë e këtij problemi, këtij halli, le themi këtij vesi, këtij ballafaqimi, këtij mospajtimi e kështu me radhë. Edhe si më thon këtë e gjejmë të shpërndar edhe të mbushur me këso rastesh, edhe me këso le themi kështu korpus, edhe grumbull këshillash në për shumë sure të Kuranit. E gjejmë tek surja Hujurat, e gjejmë tek surja Isra, e cila subhanallahu pijërat që ka bërë përshtypje prandaj e hap tek surja Isra Kur'ani dhe e lash ashtu, or subhanallahu kur e sheh surja Isra një prej në për sureve shumë të bukur, ka është e renditur mund zemrën e Kur'anit. Në anën tjetër është surja e vetme e cila e ngërthen nocionin Kur'an më së shumti brenda saj. Në anën tjetër një prej gjërave ose veçorive të surës Isra është që e veçon edhe e përmend shumë atë që domethënë atë nocionin Rabb. Rabb një prej kuptimeve ose si më thon le themi përkthimeve që ja bëjmë këtij nocioni është edhe që Rabb është edukator. Është edukator tamam sikur se në shkollë domthonjë që e kemi pasur edukator ose në medrese ata të cilët kanë vjuar mësimet në atë shkollë, edhe sot kësaj dite domthonjë ai vazhdon të quhet edukator apo. Dhe Allahu i Madhnueshëm një prej nocioneve që më së shumti e përmend, e sill, e thekson te sura Isra është edukimi. Dhe është e çuditshme dikun 12 këshilla, 12 orientime, të cilat Allahu i Madhnueshëm ja ka japur pejgamberit alayhis salam në ngjarjen edhe Isras dhe Mirazhit, burim asnjëra brenda tyre s'ka si më thon ndonjë urdhër ose orientim ose këshill që ka të bëjë me këto adhurimet montona kështu vetanave. Gjitha këto 12 orientime kanë të bëjnë me mejdanin edhe fushën e betejës, pra me raportin tonë me të tjerët. Edhe ose pa këtu nga meditimi e pa ta shkruar në mejdan është edhe qendron urtësia. Se Allahu thotë dalika bimma uha ileke prap rabbuke. Domthonë edukatori dhe frymëzuesi edhe inspiruesi. Dalika mimma uha. Kjo domethënë këtu këshilla, këtu 12 porosi, e themi kjo hart 12 pikëshe, padyshim kjo është ajo që ty ta ka zbritur edhe ta ka dhënë Allahu i Madhnueshëm rabbuke. Rabbuke, domthonë le themi edukatori, frymëzuesi dhe inspiruesi yt. A e kupton? Domthonë sa është e rëndësishme dhe le themi ajo lidhja jon korrekte me të tjerët. Sa është e rëndësishëm nëse mundemi me thonë kështu, sa është i rëndësishëm raporti ynë kështu detaj edhe 100% me të tjerët, hakët e tyre, hakët e të tjerëve, obligimet e të tjerëve, të drejtat e tyre e kështu me radhë. Asnjëra prej këtyre subhanallahu brenda domon kësaj harte s'ka diçka që na ndërlidhet me atë pjesën e adhurimit vetanak, sikurse Allah i Madhnueshëm këtu po synon le themi atë pjesën e bot kuptimit apo që është shumë e rëndësishme dhe e pazëvendësueshme në jetën e muslimanit. Në anën tjetër ne e kemi surën Hujurat, për cilën domethënë edhe folëm sot domethënë tek ligjërata jon me njerëzit në ditën e diel. Për shembull, se këtë si më e përmendëm edhe tek ligjërata, shkaku pse Zoti i Madhnueshëm e ka zbritur surën Hujurat është ajo domethënë qëllimi i dërgimit të një qete, domethënë për ta mbrojtur kufirin ose për t'i bërë boll atij agresionin nga ana e armikut. Atëherë Ebu Bekri dhe Omeri si dy prers ose si dy komandantë të dy qetave fillojnë edhe fjalosen ose si më thon fillojnë domethënë të kenë kështu kundërshtime domethënë të ashpra, nganjëherë edhe akuzat të ndërsjella kafshi njëri tjetrit. I po subhanallahu përgjatë diskutimit e ngrisin zërin. Dhe pejgamberi alayhis salam domethënë ka qenë brenda. Atë është një lloj domethënë edhe ofendimi, është edhe një lloj kështu le themi nga ajo pjesa ku pejgamberi alayhis salam me familjen e tij domethënë nuk ndihet rahat më, shkak se njerëzit le themi i janë afruar shtëpisë së tij,
Në anën tjetër ka diskutime, ka akuza të ashpra edhe le të themi kështu shprehje vulgare karshi njëri tjetrit, teksa pejgamberi alayhis salam është brenda, pa ai nuk ndihi më komod edhe rahat, në anën tjetër ofendohej, për shkak se ai i cili duhet domosdoshmë të jap, le të themi kohje. Edhe vendim kësaj pune është pejgamberi, sepse ai shprehës. Ata fillojnë dhe ngrisin zërin, se me thamë është një lloj mos respektimi edhe një lloj thyrje e shëntrisë që e ka, e posedon dhe i takon në liderit. Atëherë ndërhyn Allahu i Madhnueshëm. Ja ju alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum. Surja Huxhurat është surja e edukatës. Edukat me Zotin, edukat me pejgamberin, edukat me njerëzit. Në anën tjetër fillon dhe i thirr besimtarët me emrin e imanit. Ajeti i parë thotë la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Mos i paraprini ose mos dilni para Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Si mos dilni para Allahut dhe pejgamberit, pa mos dilni karshi, mos dilni përballë, mos e kundërshtoni. A kupton? Urdhërin, porosin edhe vendimin e Zotit edhe të dërguarit të tij. O rasuli, më të dërguarit të tij. Tjetër, wattaqullah. Subhanallahu, si e lidh veprimtarinë e robit të tij me devotshmërinë. Sa më e fortë, sa më e kalitur, sa më e freskët devotshmëria e zemrës dhe e brendshme, padyshim ai aq më shumë reflektohet në punët e jashtme të robit. Në anën tjetër këtu si e kuptojmë madhështinë që e ka prishësi. E kuptojmë domethënë hierarkinë që e posedon edhe i takon domethënë liderit edhe prishësit popullit. Ajo hierarki edhe le të themi ajo vlerë që e ka edhe nga ana e ligjit, edhe nga ana morale u thye kur ta dy filluan domosdoshmë të fjalosën, ta kundërshtojnë njëri tjetrin edhe të hedhin akuzat të ndërsjella njëri tjetrit. Atë ndërhyri pejgamberi alayhis salam doli edhe si më le të themi u ndije shumë keq. Allahu i Madhnueshëm për shkak se ngjarje zbretësore. E kupton domethënë le të themi qëllimin e asaj domosdoshmë çka po du me potencu këtu, shikon domosdoshmë si ndërhyn Kur'ani në aktualitetin e njerëzve. A kupton? Në problemet e tyre. Kjo si më e para. Ngjarje tjetër e kemi subhanallahu pikërisht tek surja Isra. Një prej adeteve më të këqija të arabëve ka qenë ata domosdoshmë i mbysnin fëmijët e tyre, subhanallahu pikërisht për shkak të frikës nga risku, nga furnizimi. Allahu i Madhnueshëm thotë shifet domosdoshmë mas pari se si i qaset atyre, sepse ata subhanallahu e kuptonin gjuhën arabe shumë mirë. Andaj Allahu i Madhnueshëm fliste edhe komunikonte drejt për së drejti me ata. Ot inna rabbeke, prap rabbeke, domosdoshmë furnizuesi, edukatori, inspiruesi edhe frymëzuesi për drejtohet pejgamberit alayhis salam. Jedo sotu rizqa. E zgjeron rrezikun a kupton. E zgjeron rrezikun edhe e sill rrezikun. Subhanallahu sikurse po ju flet atyre drejt për së drejti. Jo vetëm sikurse, po subhanallahu von tingëllon sikurse po i drejtohet asaj turpe në veçantë. Ata të cilët dëmonin mbysnin. Sikurse Allahu i Madhnueshëm po i lën anash, domthon cakta të tjerët, edhe po i merr në fokus ata. Inna rabbeke yabsutu rizq. Yabsutu. Vazhdimsi Allahu i Madhnueshëm e zgjeron rrezikun. Ato kur një herë domthon sikurse Zoti i Madhnueshëm po i thot atyre, po ju drejtohet atyre kështu. Mos i mbysni fëmijët montuaj nga frika, a kupton, e varfrisë, e fukarallakut, kështu më pse? Inna rabbeke. Pse? Sepse ashtu siç të ka rritur ty, e të ka edukuar ty, e të ka dhënë furnizim ty. E s'ke vdekur si me thënë nga uria ose për shkak të urisë. Në anën tjetër mund t'i ka hapur Allahu i Madhnueshëm rrugët e tregtisë, të bereqetit, përkundër që ka qenë sahare, ka qenë shkretir, ata kanë qenë për njerëzve domosdoshmë që kanë përfituar më shumë ti nga e nëpërmjet tregtisë, kupton. Andaj inna rabbeke yabsutu rizqa, dhe sill rizq el. Unë mendoj që këtu e ka pru këtë el, si me thënë me qenë fokusi i atyre tek rrizku. Sikurse Allahu i Madhnueshëm u thot atyre, rrizku i tërin, në plotëni dhe kudo qoftë ai është tek Zoti i Madhnueshëm, është tek Allahu i Madhnueshëm, është në dorën edhe në pronësinë e tij. Limen yasha'u yaqtir. Për atë i cili Allahu don, atij ja zgjeron, i hap rrugët e mirësive. Po në anën tjetër nganjëherë Allahu i Madhnueshëm ja ngushton on disa perove të tij dyrë të rrikut e këto. Do të shkon ndonjë urësie të madhe. Innehu kana bi ibadihi, këto si më thonë është qëllimi pse Allahu i Madhnueshëm diku na jep shumë, e dikon si më thonë privon shumë. Pse? Innehu Allahu i Madhnueshëm kana bi ibadihi. Allahu i Madhnueshëm robërit e tij i njeh mirë. A kupton? I shem plotënia, ati nuk i ik asgjë, asnjë detaj. Në anën tjetër khabir. I njeh domethënë gjithsesi nga ata shumë mirë edhe pafundësisht. Kjo si më thon
le të themi një pikë tjetër që mundemi me e potencu edhe këtë nga surja Isra. Edhe në vazhdimsi Allah i Madhnushëm jetonte si me thonë me robërit e tij, në vazhdimsi domthon jetonte me aktualitetin e tij. Nuk është domthon libër i cili devalvohet ose i cili ka devalvu e marrim e lexojmë sikur roman. Atë që është domthon çësia jonë, edhe bot kuptimi ynë ka librit të Allahut Madhnushëm është shumë i vobek. Mos them që është si me thonë shumë i vjetruar. Duhet në vazhdimsi ta gjenerojmë, në vazhdimsi ta aktualizojmë, në vazhdimsi ta madhështojmë, në vazhdimsi të përpiqemi të angazhohemi nxjerrim sa më shumë perla që na ndërlidhen, e cilat i shërojnë e i kurojnë problemet edhe veset e ngecjat tona. Kjo është pak shumë. Mashallah, Zoti shpërbleft. Gjithë inshallah. Pyetja e katërt, Kurani dhe botkuptimet. Atëherë botkuptimet edhe kjo është si më thonë një prej gjërave që më shumë si më thonë Kurani i mshon edhe e rrasi tim deri në fund, padyshim është edhe kjo që edhe tek sahabët e pejgamberit alayhis salam kishte nganjëherë këto botkuptimet e gabuara. Një prej botkuptimeve të gabuara për shembull e gjejmë edhe tek Abu Dharri, e gjejmë edhe tek Sufjani. Për shembull, bërim një prej gjërave që e vrejmë sirën e pejgamberit alayhis salam është që le të themi një prej pengesave më të mëdha të kokat e kurajshve që mos ta pranojnë Islamin, përveç asaj që ata si më thonë e dinin mirë që po e pranuan Islamin në tërësi, edhe në plotni atyre si më thonë u mirën, edhe shkullet nga ta, kështu një herë mirë, fashitët nga ta, mona jo pjesa e privilegjeve që i kanë përvecuar edhe i kanë zaptuar nga të tjerët padrejtisht. Kjo është e para, po kishte edhe një arsye tjetër. Edhe këtë si më thonë e gjejmë tek surja An'am, nuk e di a është si më thonë ana premton koha me shku kështu në mënyrë kronologjike. Subhanallahu, surja An'am është një sure e bukur. Ato Allah i Madhnushëm ne sjell një konsekuencë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam me Quraysh. Një herë pejgamberi alayhis salam domon po bashkë bizetonte me kokat e Qurayshve. Kjo si më thonë e para. Përgjatë atij takimi i dërguar Allahu alayhis salam u prezanton Islamin, u paraqet ofertat, i thirr ata, i sugjeron ata, i këshillon ata. Në ato momente vjen Bilali edhe disa të tjerë të cilët në kohën para thirrjes, para Islamit ata ishin robër. Domthon këta kokat e Qurayshve, Bilalin edhe ngjashmit si Bilali kishin robër. A kupton, domthon i shfrytëzonin edhe i shfrytëzonin maksimalisht. Duke i detyruar domthon të punojnë punë të pista, punë shumë të ulta. Për shkak të pafuqisë tyre, për shkak se ishin robër e kështu me radhë. Kur vjen Bilali dhe disa të tjerë me Bilalin, domthon tek pejgamberi alayhis salam për të ulur, për të diskutuar e kështu me radhë, në ato momente le të themi ata kokat e Qurayshve i thonë pejgamberit alayhis salam, ne kemi një kusht. Nëse don që ne ta vazhdojmë këtë diskutim, këtë dialog, këtë bisedë, ne kemi një kusht. Domthon për vazhdimin e kësaj bisede ne kemi një kusht. Atëherë pejgamberi sa më çuditërisht i pyet, cili është ai kusht domthon? Atë kusht i ynë. Për ta vazhduar këtë takim dhe këtë bisedë është që ti t'i largosh këta njerëz. Ka janë shumë domthon të pavlerë. Ne këta domthon dikur i kemi pasur rob. Si ka mundësi domthon që ti i ul këta afër teje në momentin edhe kur ne jemi si në takim me ty. Dhe pejgamberi alayhis salam ose pyetja e tyre dhe mënyra se si ata piqosen pejgamberit e fusin mendime, e fusin një lloj kështu konfuzioni. Allah i Madhnushëm drejt për së drejti po ndërhyn këto. Po ja largon pejgamberit alayhis salam një bot kuptim të gabuar. Po i thot wala tadrudil ladhina yad'un rabbahum. Në asnjë mënyrë edhe për asnjë çmim mos i dëbo, mos i largo, mos i ofendo, mos i nënçmo ata të cilët e lusin, e adhurojnë Allahun dhe Zotin e tyre çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje. Ktu si më thon pejgamberi sallallahu po ja pikpren një bot kuptim të gabuar. Dhe po ja jep një bot kuptim tjetër. Cili është bot kuptimi që po ja zëvendçon? Sepse kjo është veçoria e Kuranit. Nuk largon diçka domethënë për ta lënë atë gjë ose atë pjesë domethënë kështu të hapur. A kupton domethënë le të themi në boshllok, sa kaq. Kur Kurani e çrënjos, e fashit një bot kuptim të gabuar me automatizëm, si alternativë jep edhe domethënë jep diçka më të vlefshme pejgamberit alayhis salam. Domethënë në këmbim të çrënjosës, fashitjes, largimit të këtij vesi, Allah i Madhnushëm gjithmonë për herë kundër asaj jep diçka fisnike, diçka të madhe. Çka po mëson Allah i Madhnushëm këtu, domethënë pejgamberin dhe shokët e tij, sikur sa po i thot njeriu tek Zoti i Madhnushëm
nuk matet me peshorin e tokës, po matet me peshorin e qiellit. A kupton? Kjo si më thon ajo vlera e madhe që Allahu i Mandushëm ja jep edhe ja cek pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur një herë sikurse po thot Allahu i Mandushëm mos e mat njeriu, mos e mat robin me peshorin e tokës, po matë vlerësoje me peshorin e qiellit. E cila është peshore e qiellit? Allahu i Mandushëm në hap surën Abese. Këtu ne asil një konsekuencë kështu le themi kalimsi, tek surja Abese Allahu i Mandushëm për shkak të një njeriu tjetër i cili ka qenë i verbër, Allahu i Mandushëm e zbret një surë. E zbret surën Abese. Çka mëson Allahu i Mandushëm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Abese wa tawalla, çorton ai u ngrys e ktheu shpinën e kështu me radhë. E kjo si më thon ajo hyrja, anën tjetër, Allahu thotë wa ma yudrike la'allahu yazakka. Ku e din të domon se për çka ka ardhur ai? Domon e ka për qëllim Abdullah bin Ubay Mektumi se ka qenë i verbër. Ai hyrin takim ashtu domon takimin e pejgamberit me kokat e kurajshve, ja sabotoi takimin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngrys edhe e ktheu shpinën, Allahu i Mandushëm po e çorton. Në anën tjetër po i thotë ku e din ti se për çka ka ardhur Abdullah ibn Ubay Mektumi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si më thon përpiqej në vazhdimsi dhe me ngulm që ti udhzon ose ti afron kurajshit, Allahu i Mandushëm amma man istaghna. Çka i punti me atë i cili si më thon është stagnuar. Nuk ka dëshirë as për Islamin, as të afrohet tek Islami. Çka i punti me atë? Puna jote është me ata të cilët e duan Islamin dhe sakrifikojnë për Islamin. Këtë rast Abdullah ibn Ubay Mektumi. E dim bëren se çka ka bëu pejgamberi selam pasi që i ka zbritur ky çrtim nga ana Allahut mëndumshëm. Sa herë që e shihte pejgamberi selam Abdullah ibn Ubay Mektumin i thoshte, domethënë mirë se erdhe. A kupton përshëndetje veçantë, edhe pritje veçantë për atë ose për shkak të atij domethënë le të them përshëndetje veçantë për shkak të atij Zoti ose për shkak të atij cilit Allahu i Mandushëm me ka çortuar mua, kupton. A kupton? Atë bën i Rabbi. Mua domon për shkak të Abdullah ibn Ubay Mektumi, i cili ka qenë i verbër, e un jam sillur karshiti. Këtë mënyrë Allahu i Mandushëm mua më ka çortuar afër. Abese wa tawalla domon ka zbritur sure domon veçantë, e cila lexohet deri në ditën e gjykimit. Edhe një prej argumenteve të vërtetësisë së Kuranit është pikërisht kjo. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përculli domon të tërin. Shokët e tij, po edhe gratë e tij thonë, sikur të fshihte diçka domon pejgamberi sallallahu nga Kurani, do të ishin këto ajete, ku ai çortohet drejt për së drejtë. Po jo subhanallah. A kupton ja ju Rasul belligh ma unzila ilayka min rabbik. Për cilë edhe për çojtë mund të tjerët krejt atë mund të ta ka zbritur Allahu i Mandushëm. Kjo është pak a shumë nëse mundemi kështu gjithmonë domon përmbledhas edhe në mënyrë të përmbledhur domon të flasim e të cekim sa i përket bot kuptimit edhe fal aktualitetit edhe Kur'anit dhe çështjes tij karshi problemeve tona. Mashallah, Zoti shpërblet për këtë shpjegim. Pyetja e 5, tiparet në një lideri të mirë. Tiparet e një lideri të mirë, sa na mungon kjo, edhe tek politikanët tanë, edhe tek hoxhallarët, tek secili segment e tek secila pore e jetës, tek secili institucion, veçanti tek ai administrata shtetërore, neve na mungon personaliteti i Muhamedit alayhis salam. Un po du mi u ços personalitetit Muhamedit alayhis salam nga surja Muzammil. E që besa jo vetëm le themi kështu personalitetit pejgamberit alayhis salam në kuptimin me e veçu, po me u mundu pastaj gjithsecili në jetën e përditshme ose nëpërmjet personalitetit pejgamberit alayhis salam mund të përmendim tipare cilësi edhe veti kështu që duhet gjithsecili me u mundu me i përthith dhe me u familiarizu me to domon për gjatë jetës. Në vazhdimsi ato me qenë si domon veti, cilësi, punë edhe zakone të pandashme nga jeta edhe veprimtaria jonë. Allahu i Mandushëm ja zbret pejgamberit alayhis salam burim 2 sure ku nëpërmjet atyre 2 sureve qëllimi final është ngjizja edhe si më thon formimi edhe frymësimi i tij si lider. Surja Muzammil e formon edhe e formson pejgamberin alayhis salam nga ana teorike. Sfari Allahu i Mandushëm sikur se po i thot pejgamberit alayhis salam, nëse dëshiron të jesh lider i mirë, çfarë duhet me bë? Duhesh me u përdallu pi tjerë. Andaj si rrjedhoi Allahu i Mandushëm po i thot kumi lejle illa khalila. Ngritu natën edhe falu shumë natën. Kumi lejle shifet domon si e veçon natën. Sikur se Allahu i Mandushëm kur po e veçon natën këtu, po dëshiron neve të na thotë që
zakonisht njerëzit natën pushojnë flajnë. Mënyrë që të zgjohen në mëngjes të freskët edhe të pushuar, a kupton, për të qenë, si më thon, me energji gjatë ditës nëpër profesionet e tyre. Këtë, si më thon, ose sikur se Allah i mandushëm, domethënë po synon këtë. Allahu po i thot pejgamberit islam, për të dalluar prej tirëve, duhesh me thy rutinën, duhesh me thy zakonin. E cila është thyra e zakonit kumi lejle, kur të tjerët flajnë të ngritur natën. Andaj Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu thot mbartësi i Kur'anit, hafizi i Kur'anit, thirrsi i Kur'anit, thot duhet me u dallu me namazin e natës kur të tjerët flajnë. Duhet me u dallu me agjerimin nafile kur të tjerët, si më thon, hajnë, pinë, dëfrejen. Duhet me u dallu me hirsin e tij kur të tjerët flasin. Duhet me u dallu me leximin e tij kur të tjerët, si më thon, e shpenzojnë dhe harxojnë kohën e tyre, jetën e tyre në për punë të parancishme ose në për punë shumë, si më thon, më të cilat kanë shumë pak vlera, kupton. Andaj ja ju muzammil, spari thirrsi për të dalluar prej tjerëve, duhet me pas, si më thon, angazhim edhe sakrificë edhe vetmohin të madh. Ku mi lejle burim këtë, si më konkretisht e gjejmë, sidomos flas për veten time, pjesën e studimeve. Nuk mundesh kurrëherë me gjetë një student të suksesshëm, a kupton, edhe të përndritur, edhe i cili, si më thon, ka marrë shumë dije, edhe ka arritur, si më thon, nga ajo pjesa akademike, shkencore kështu më radh, përveç se kur është angazhuar shumë, përveç se, si më thon, kur ka lënë shumë prej qefeve edhe prej privilegjeve të kësaj bote. Nuk mundesh kurrëherë me gjetë njëri i cili ka arritur shumë, është ngritur shumë, është si përvendosur mbi tjerët, po në anën tjetër, si më thon, ka qenë njëri i qyfyreve, i qefeve, a kupton, i privilegjeve, i lëvizjeve, shëtitjeve, kështu mund pa numër, asnjëherë nuk bëhen. Andaj kumi lejle, ngritu natën, ngritu natën. S'dyti, domethënë tipar, me cilin edhe si më thon, me cilin edhe mbi cilin dallohet thirrësi edhe lideri, është padyshim subhanallahu lidhja e atij thirrsi me librin e Allahut më dhush. Nuk është kur subhanallahu me qenë hoxh, a kupton, për qenë shok edhe i pandashëm ndaj Kuranit, sa kaq. Kurani është universal, është për gjitha kategoritë, për gjitha bodrat, edhe për këtë njerëzim. Edhe një prej cilësive ose veçorive me të cilat dallohet lideri edhe thirrsi dhe prirsi i suksesshëm, padyshim subhanallahu është lidhja e tij, ose le themi në masën, se sa është i lidhur me librin e Allahut mëndueshëm, me mësimet, porositë, dritën e tij, aq subhanallahu ai është i suksesshëm, aq është korrekt edhe aq është besnik në punën dhe profesionin e tij. Kjo është, si më thon, e dyta, sepse Allah i mëndueshëm i thot pejgamberit alayhis salam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kupton. Warattil al-Qur'ana tartila. Në vazhdimsi Allah i mëndueshëm po i thot pejgamberit, e zë Kur'anin me meditim, a kupton, domon përkushtoj atij për sjate fiqëroje, pse? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Po ta zvresim, domethën, një fjalë me peshë, a kupton, një fjalë shumë të rëndë, a kupton, cilën e kanë refuzuar qiejt, toka, malet, kodrat, wa hamalaha al-insan, e kanë mbartur, e kanë pranuar, e kanë nënshkruar njeriu. Andaj Allahu i mëndueshëm sikur se i thot pejgamberit alayhis salam, nga tash e tutje për ty fillon një jetë tjetër. Pra thirrsi edhe lideri i suksesshëm në vazhdimsi ai është i dalluar nga të tjerët, apo flan më pak, brengoset më shumë, punon më tepër, e kështu me radhë. Tjetër, një prej veçorive dhe cilësive që e ka poseduar pejgamberi alayhis salam, çfarë ka qenë? Allahu i mëndueshëm thot inna laka fi an-nahari subhan tawila. Ti gjatë ditës si pres, edhe si edhe si njeri i deleguar me punë, me orar, sidomos atë orarin zyrtar, domon 8:00 deri në 4 për shembull. Ka qenë shumë i përpikt. Pra pejgamberi alayhis salam ka ecur burim cak për cak. E ka njohur vendin e tij mirë. Ka njohur lagjet, ka njohur problemet, i ka njohur sfidat, i ka shkruar gjitha ato, që pastaj, si më thon, neci e sipër, edhe ti përmirësoj, edhe ti realizoj premtimet e kështu me radhë. Ka qenë njëri i cili se mundemi më shpreh kështu, ka qenë shumë i kujdesshëm gjatë fushatës me premtimet që i ka dhënë. Në anën tjetër, kur e ka marrë pushtet dhe i është dhënë pushteti atij, ka ecur cep më cep, i ka njohur lagjet, i ka njohur rrugicat, i ka njohur njerëzit, veç atij fshatarët dhe atë shtresën e varfër, kupton. A shtresën domon që është më e cënueshme. Inna laka fi an-nahari subhan tawila. Një prej gjërave të tjera që e ka poseduar pejgamberi alayhis salam si thers,
Qa ka qenë që ai kur njëherë nuk është bërë barë për shokët, familjen edhe njerëzit. Sa kaq është munduar, është përpjekur që edhe pasurinë, edhe le themi ato gjërat personale domthon ti vjel, ti blej edhe ti posedoj nëpërmjet pasurisë dhe mundit të tij, nëpërmjet dirsës së tij. Jo e kupton të marr diçka të gatshme, aq më pak të bëhet barë domthon ta mbajnë të tjerë, kur një nuk e ka pranuar këtë. Në anën tjetër Allahu në fund surës Muzammil, pas gjithë angazhimi, lodhje, ecje, domthon takimi me shokët, me njerëzit, përpjekja për të rregulluar sa më shumë, në veçantë namazin e natës. As shumë domthon falej, pasi subhanallahu domthon I fryheshin këmbët. Allahu I madhuar thot inna rabbaka ya. Pra rabbeka. Domthon frymëzuesi, inspiruesi edhe edukatori, ai e din mirë që ti je lodhur. Po qëllimi nga kjo lodhje, nga kjo rrezkapiti ka qenë që ti të formohesh e të frymësohesh. Pse të formohesh e të frymësohesh, edhe ti njohësh domethënë ato dobësitë tua, pse? Se në momentin kur ti del edhe ballafaqohesh në mejdan, duhesh të jesh I pathyeshëm edhe I palekundshëm. A vërtet kjo është pak a shumë si më thon ajo pjesa sa I përket cilësive edhe tipareve që duhet një ketë një lider I mirë. Një prej gjërave që e ka pasur pejgamberi selam padyshim është edhe ajo pjesa e s'ka qenë asnjëherë I korruptuar, si ka pasur borx as oligarkëve, as atyre pasanikëve. Në anën tjetër s'ka pasur këto komplekse, a kupton, edhe dëshira kështu të paralizueshme, edhe të paskrupta. Se ka qenë njëri I cili ka qenë modest, s'ka poseduar domethënë makina shtrejta, s'ka pasur afër rreth tij, le themi turproja, edhe bodyguarda që e ruajnë, e mbrojnë nga populli, edhe nga njerëzit e tij, sa ka qenë njëri I cili ka ecur bile thuan transmetime që shumë herë në Medinë për shkak të punës edhe angazhimit, në shumicën e rasteve është kthyer natën vonë. Aq ka qenë I lodhur, aq ka qenë domthon, le themi domthon angazhimin e ka pasur aq dendur, sa thuhet e s'përshkruhet. Ka qenë njëri domethënë unikal, njëri I papërshkrueshëm. Kjo është pak a shumë nërsa sa I përket le themi leadershipit tij, ndoshta nevojitet më shkruaj libër. Se ka qenë njëri domethënë I papërshkrueshëm. Mashallah zoti shpërblet. Gjithë inshallah. Dhe pyetja e fundit, a ka nevojë për ndërmjetësit në kuptimin ose shoqërimin e Kuranit? Edhe kjo, si më thon, pyetje shumë me vlerë. E që fatkeqësisht edhe këtu si më thon, na si musliman kemi ngecur pikërisht për shkak se piknisën se I përket domthon ose le themi botkutimi nga I cili nisemi, mon tek sa I qasemi Kur'anit është I gabuar, ose është si më thon I mangët. Po, njeriu për ta kuptuar Kur'anin në kuptimin domthon për të njohur objektivat, qëllimet, synimet e tij madhore universale, padyshim duhet ta njeh si më thon gjuhën arabe, sidomos nga ajo pjesa e mësimdhënies tek një mësues I Zotit I përgatitur, edhe si më thon kompetent për ta sqaruar, për ta komentuar me çatin Kur'anit. Po a ka nevojë domethën njeriu në rrugtimin e tij, në jetën e tij, në problemet e tij, në çështjet e tij, në vazhdimsi domethën të jetë I varur për të tjerët, në vazhdimsi domethën të jetë I varur domethën për hoxhallarët, për dietarët, unë mendoj që jo. Edhe kjo për shumë arsye, po ndërto unë domethën po I përmendi as sa më kujtohen tash shpejt edhe shkurt e para secili dietar. Unë për veti kam lexuar domethën tefsirin e Ibn Kathir dhe kam lexuar 2 herë. 2 herë domethën tërsi. Ajo diku 6 vëllime. Kam lexuar në Ramazanin e vitit 2021. Domethën kam lexuar shumë edhe për tefsirit të Razit, edhe të Ibn Ashurit, edhe të Imam Tabariut, edhe të Imam Alusit, edhe të Imam Ibn Atiyes. Kam lexuar shumë edhe nga Dhilali I Seidit, edhe kemi dëgjuar shumë mësues edhe të Jordani, po edhe të tjerë cilët si më thon nuk I njohim personalisht, po nga mënyra e lexërimit padyshim si më thon na impresionojnë edhe na ngashnjejnë. Ama në anën tjetër, gjithë këta si më thon kur flasim për Kur'anin, padyshim si më thon I cekin nganjëherë, I cekin disa gjëra shumë përmbledhase që nuk mjaftojnë për t'i dhënë si më thon për fytyrim edhe pasqyrim të saktë edhe ajetit, edhe surës, edhe strukturës. Në anën tjetër, shumë prej le themi çësive të tyre janë të ndikuara kryekput nga kultura ku është rritur, kupton, nga rrethi
edhe me rrethin, a kupton, me cilin si më thonë jeton, e rrethohet, ose është linkuar le të themi nga gjendja politike, a kupton, gjendja edhe realiteti i asaj kohe e atij vendi, edhe kjo si më thonë është e pamohueshme edhe e pa evitueshme. Në anën tjetër kemi disa dietarë si më thonë kanë qenë krye çika, kupton, të ndikuar edhe në shërbim pushtetit, që është fatkeqësia, kupton, kur i qasësh Kur'anin për t'ia bërë qefin një pushtetari të caktuar. Në anën tjetër kemi disa komentime, disa ajete, ose le të themi shumë herë, ma anë për brenda librave të tafsirit të gjenë spjegime edhe qasje që janë të kontekstualizuara, kupton. Janë të kufizuara në kohë edhe në shkak. Nuk janë si ma universale, nuk vlen për kohën tonë. Atë shumë domon ka evoluar koha, njerëzit, problemet, hallet, mjetet, saqë jo vetëm që janë të panevojshme, por edhe janë të padobishme në të njëjtën kohë edhe këto qasje, edhe këto këndvështrime. Tash nëse ne ngelemi pern këtyre këndvështrimeve, qasjeve, komentimeve, apo të angazhimeve, tani lëre që s'kemi përfituar gjas ne domon vet nga ky lexim, a kupton? Po në anën tjetër ne bëhemi pengesë për të nxirrsh domon sa më shumë pejthesareve edhe si më thon vlerave edhe porosive të këtij libri. Në anën tjetër bërim shumë prej komentimeve që i bëhen Kur'anit janë shumë të thata, janë shumë klasike. Mos them e kët jam shumë domethënë i vetëdijshëm edhe le të themi e shprehi me shumë përgjegjësi që një pjesë e madhe e librave të tafsirit janë domosdoshmë plagjiatur. A kupton, disa i marrin nga të tjerët, të tjerët pastaj i transmetojnë ato të cilat i kanë marrur nga ata më herët. Domosdoshmë vetëm kanë ndruar ndoshta stili, boja, ngjyra, forma, po jo domosdoshmë substanca edhe përmbajtja, a kupton. Kjo është pak a shumë ajo. E tash ne gjithsecili në jetën e përditshme subhanallahu ballafaqohemi me probleme, me halle, me sfida, kupton, edhe me pengesa rrugës që vallahi subhanallahu kur i qafet një libër të Allahu mëndoshëm e krijon kështu një lloj domethënë raporti të veçantë specifik më ndryshe. Më ndryshe se që ka me tjerët, subhanallahu padyshim ato gjejnë edhe orientime, edhe këshilla, edhe në vazhdimsi libri Allahu padyshim, vetëm leximi, se mos flasim diçka tjetër. Mos flasim domethënë nëse njeriu si më thon thellohet, a kupton, edhe zhytet në margaritarët, edhe mrekullitë e Kur'anit padyshim subhanallahu ato gjejnë frymëzime, orientime edhe le të themi kështu si hariqe edhe përgëzime të hatashme. A kupton, prandaj pejgamberi se një prej gjërave edhe me këtë përmbyll më këtë pjesë, pastaj nëse ka ndonjë nevojë për koment ose diçka e shtojmë, po du vetëm edhe këtë me përmend edhe po e përmbyll është që i dërguar Allahu te alayhis salam në vazhdimsi vonë parapëlqente që ta dëgjoj Kur'anin nga të tjerët. Ndërta domon që si më posedonin zë shumë të bukur. Ishte Abdullah ibn Mas'udi, ishte Ebu Musa Ashariu, edhe disa tjerë. Kur ndihej pejgamberi islam i mërzitur, kishte nevojë për energji, kupton. Po kishte nevojë për karikim. I thonte shumë herë Abdullah ibn Mas'udit na lexo diçka nga Kur'ani. Dhe vet Abdullah ibn Mas'udi e tregon dhe përcjell këtë përvojë të tij me pejgamberin sa që një herë kur ja ka lexuar disa ajete nga sura Nisa, ato ne thot po vazhdoj mund t'i lexoj ato ajete, po në një moment kthehej më din e shikoj se a është me mua, kupton? A është duke më ndjekur pejgamberi. Fa idha aynahu tatadrifan. Domon kështu si më rrëmbimti për shkak të kthimit ashtu papritmë thot e shikova thot sytë e pejgamberit sa thot rrjedhin lata, kupton? Edhe domon tadrifan, domon fuqishëm, furishëm domon. Rreke. A kupton? As domethën letë ndikim ball vetëm lexim. Mos flas meditimi, hulumtimi dhe ndjekja e Kur'anit hap pas hap. Andaj duhet më mundu gjithsesi nga ne në jetën e përditshme me pas Kur'anin ndriçim edhe si më thon tamam sikur si më thon si puna e baterisë. A kupton momenti kur i mbaron bateria ne domon e fusim atë në karikim, në mënyrë që ja rikthejmë edhe domon atë dritën edhe atë domon funksionimin normal. Mund që e ka telefoni. Njëta gjë është edhe me neve. Vazhdimsi, brengat, hallet, problemet, sfidat, jeta dinamike e saj, nganjëherë varfëria, nganjëherë si më thon mos funksionimi ose mos realizimi edhe plotësimi disa prej ëndrave qëllimeve tona, si më thon edhe na lodhin, edhe na vyshkin, edhe na dobësojnë, edhe na mërzisin, edhe na zvetnojnë,
ku do të me gjetë energjinë domon për të rikthyer një herë për qenë tamam, domon 100% shihin, domon te Kur'ani. Me kriju domon këtë lloj raporti me librin Allahut mëndueshëm, Allahu të rujt e dorë gjithë të mirat, faleminderit shumë. Do të ketë ndonjë pyetje, ndonjë koment, ndonjë gjë tjetër, me shumë dëshirë dhe me gjithë zemër. Kreti ke shpjegu si duhesh, e kon kuptu të gjitha. Allahu Zoti shpërbleft, inshallah Zoti të xhenet. Amin inshallah. Amin inshallah. Allahu shpërbleft. Nëse s'ke ndonjë pyetje, unë kisha vetëm një këshill për ata që na dëgjojnë. Po. Edhe me këtë po e përmbyllim. Atëherë unë kam vetëm një këshill. Vëllezër e motra që na dëgjoni, mundohuni aman mundohuni me kriju raport veçantë me librin Allahut mëndueshëm, bëhuni të pandashëm ndaj këtij libri, krijoni raport veçantë me këtë libër, vazhdimsi hulumtoni, studioni, gjurmoni, angazhohuni, përpiquni që nxjerrni sa më shumë prej thesareve, sa më shumë prej vlerave, sa më shumë prej sihariqeve, sa më shumë prej mirësive edhe florive që i ngërthen e që i posedon ky libër. Andaj mundohen një prej gjërave që më shumë që na thirr Kur'ani është vëllezër me u mundu njerëzve me jep domosdoshmë sihariqe edhe përgëzime. Një prej veçorive më të mëdha, cilën nuk e përmendëm, na iku, e kaluam, domosdoshmë pa qëllimshëm, është ajo vëllezër që Kur'ani mundohet me instalu në zemrat e njerëzve gëzim, dritë, hare, unitet edhe bashkim. Andaj Allahu më dhuron surën Mujadele, surën e atyre bisedave të fshehta, larg të tjerë, Allahu thot një prej qëllimeve të shejtanit është që të fus, a kupton, që të fus edhe që të instaloj në zemrat e besimtarëve mërzi, li yahzun alladhina amanu. Një prej qëllimeve kryesore dhe finale të shejtanit është që të mërzis ata. Andaj le të mundohemi në mankashin njëri tjetrit të japim optimizëm, a kupton, mundohemi që kur të ngritemi në mëngjes, ta kemi qëllim edhe synim që t'i gëzojmë të tjerët, që t'i bëjmë të tjerët të gëzueshëm e t'u akthejmë buzëqeshjen, edhe në anën tjetër ligjërimin ton, ligjëratat tona, bashkëbisedimet tona, evenimentet tona kështu me radhë, mund ta kemi edhe si kryfjalë, edhe si piknisje, edhe si burim edhe referencë kryesore librin Allahut mëndueshëm. Allahu i mëndueshëm na bashkov gjithmonë në hijen e këtij libri madhështor, në hijen e këtij, në hijen e kësaj sofre, të pashtershme e të begatshme, dhe në anën tjetër Allahu i mëndueshëm na mëson se gjithsesi të përthith, të marr, të fus, të mishroj sa më shumë prej mjaltit edhe prej porosive të këtij libri madhështor. Kudo që jeni, Allahu i mëndueshëm ju rujt, na bashkoj gjithmonë hajër mirësi e falënderit nga thellësia e zemrës. Selam aleikum. Selam aleikum.